Por që shpesh herë anashkalohet edhe për shkak të aktualitetit, Ilir Meta vazhdon të jetë i dënuar pa vendim, ndaj kemi ftuar sigurisht dhe pashmangshmërisht avokatin e tij, zotin Kujtim Cakrani në këtë mëngjes. Mirëmëngjes Cakrani, mirë se erdhe. Mirëmëngjes Flavio, për ftesën. Kënaqësi si gjithmonë. Tani po vuan një dënim të pamarrëndë Ilir Meta. Mund ta themi kështu? Po, padyshim po, sepse ai tashmë në këtë vend të instituti i prezumimit pafajësisë nuk ekziston më. Pra është një diçka që gjyqtarët, prokurorët jo, po dhe gjyqtarët nuk e kanë në mendje. Zoti Meta tashmë pas përfundimit të hetimeve dhe ku probat janë aty të administruara rreth 100.000 faqe. Rreth 100.000 faqe është shifër e bukur për sugjestion publik. Jo, 100.000 faqe, unë të bëj një llogarit, 3 prokuror kanë pre viti 2019 që kanë hetuar, 2018 kanë plot 6 vite, 8 vite, i llogarisni pak bëni shpenzimet, sa ka shkuar vetëm paga një prokurori në vit, 3 prokuror, rreth vetëm në 20.000 euro muaj vetëm kështu paga. Po, dhe kështu që llogarisni vet ka vajtur shkuar hetimi për zotin Meta 3 apo 3,5 milionë euro. Dhe zoti Meta presupozohet që mundet këtë abuzuar ose më saktë bashortja e tij, vjerra e tij që s'ka asnjë lloj lidhje në pikpamja zoti Meta të korrupsionit për 200.000 euro. Pra, shteti shqiptar ka hetuar 34 vite zotin Meta në të gjitha funksionet e tij, si deputet, ministër, kryeministër, kryetar kuvendi dhe president, dhe nuk ka gjetur dot, ka arritur dot të gjej një provë të vetme ku zoti Meta të ka dhënë një VKM, të ka nxjerrë një urdhres, një koncesion, një PPP. Thoni si ta doni, por këtë një firmë që thot aty Ilir Meta në cilësinë e ministrit, në cilësinë e kryeministrit, në cilësinë e kryetarit të kuvendit, pra në cilësinë e autoritetit, funksioni që ai ka pasur. Por gjithë një të vetme, ose një kontakt, mund ta themi, i zotit Meta me një biznesmen që të kenë ngrënë një drek, një darkë që të kapet, po dhe ai biznesmeni pas ka përfituar një tender. E vetëm një orë një të gjendet, unë do dal publikisht të them po të dënohet, ai ka fajin. Kjo është e vërteta, Flavio. Sepse publiku nuk e kupton dot. Publiku të hidhet ai ushqimi, ajo propaganda e pisët, sepse çdo politikan është i korruptuar. Jo. Asnjë politikan po nuk ja faktove se është i korruptuar. Zoti Meta, Flavio, unë nuk t'i e di me një që mirë që unë nuk është jam ndonjë simpatizant i Partisë Lirisë apo Partisë LSI-së kështu me radhë. Zoti Meta për mua është shtetari më korrekt që ka pasur ky vend këto 34 vite. Me letra. Me letra flasim. Kur flasim me letra, Flavio, nuk flasim me fjalë boshe. Është shtetari më korrekt që ka patur zoti Meta. Zoti Meta nuk ka hedhur një herë një firmë që të ketë abuzuar me fondet e shtetit shqiptar, ka abuzuar me pasuritë e paluajshme të shtetit shqiptar. Dhe kjo është ajo që ne duhet ta shikojmë këtë gjë. Kjo frustron drejtësisht se dikush nga publiku që po ndek në këto momente po mbase s'ka firmosur, po disi ka përfituar. Shiko, herë një hetim 34 vjeçar për pasurinë e zotit Meta. Është zero, po do i kisha sepse nëse ti bën, do kesh një pasuri, do kesh një shtëpi, dini që zoti Meta s'ka shtëpi. S'ka shtëpi dhe shtëpia që sekustroi zoti Kryemadhi është një shtëpi koke. Zoti Dumani ka 4 shtëpi, sirkon një llogari ku gjeti. Me pse ka pas pagën Dumani? Sa Meta nuk e ka pas pagën. 4 shtëpi ka. Sa mi ka dhënë kisha, ma ka dhënë vjerri, ma ka dhënë ai, po njerëzit nga sistemi kështu janë larguar më. Sepse një shtëpi ja kishte dhënë vjerri gjyqtarit, një shtëpi ja kishte dhënë ai tjetër ja larguar nga sistemi. Zoti Dumani ka 4 shtëpi, zoti Kreja ka shtëpi në Andetit, në Vilalësit, zoti Meta nuk i ka këto more, kuptoni ku është problemi? Nuk i ka. Nuk ka pasuritë paluajshme në asnjë vend, jo në Shqipëri po, se është bërë hetim mor Flavio. Është bërë në Shtetet e Bashkuara, është bërë në Mbretërinë e Bashkuar, është bërë në Gjermani, pra është bërë në të gjitha vendet ku këta mendonin, sipas propagandës që ishte hedhur popullore, që do kishte shtëpi, do kishte pasuri. Jo, nuk ka. Kjo është e vërteta. Po pastaj, shiko, unë e di që pas kësaj interviste gjithë do turën do anatemojnë mua. Kupton ti? Problemi është që ne kur flasim, diskutojmë një provë, një proces gjyqësor, do të bazohemi me prova. Prova 34 vite, një hetim 34 vjeçar more. Kupton çai kanë bërë? Edhe miun e shtëpisë kanë kontrolluar. Dhe miun e shtëpisë kanë kontrolluar. Dhe kjo është e vërteta, i duhet thënë, sepse shiko, Viktor Hugo thotë një gjë, e vërteta duhet përsëritur se gënjeshtra zë vend kollaj. Dhe kjo unë prandaj përsëris gjithmonë këtë. Zero korrupsion, zero pasurimar. E kuptoni çfarë po flasim apo jo? Një sekond. Këto ju thatë janë 3 prokurorë? Po. Të 3 njëkohësisht cilët janë? Është zoti Dumani, zoti Kraja dhe zoti Klapi. 3 prokurorë. I thon 8 vite hetim, 8 vite janë 96 muaj, 96 muaj bën çik llogarin për 5.000 euro që merr një prokuror, për bëra minimumin në muaj, I thon afërsisht 500.000 euro. Vetëm paga prokuror. Në një vit.
Tani, më thonë në 8 vite, i thonë 500.000 euro, 500 tjetër, 1 milion e gjysmë janë bërë vetë shpenzime e paga prokurorësh për të hetuar zotin Meta. Plus pasaj po flasim BKH-ja gjithë me radhë. Thash, kam bërë unë, hetimi i zotit Meta u shuar 3 milion apo 3 milion e gjysmë euro. Dhe zero produkt. Tani, më thuaj, këto ne paguajmë 3 prokuror për të bërë hetimin dhe në fund fare s'ka asgjë. Dhe këta janë taksat e shqiptarëve. Ky s'është abuzim ky. Ky nuk është abuzim, e kupton ti? Ja pra, ky është abuzimi që i vjen në taksat e shqiptarëve. Rikthehemi pak një hap pas të prokurorët. Nëse do mund ta ndanim, këta prokuror janë të ndikuar nga propaganda apo janë të porositur nga propaganda? Se një prokuror profesional, besoj e ka shumë të thjesht të mbaroj punë për 2-3 muaj. Zoti Meta ishte individi vetëm që i bëri ballë bishës rilindese. Sepse në vitet 2019-2020 u krijua një bish, u krijua një pushtet i gjithë fuqishëm dhe zoti Meta në presidencë, si president, krijua atë murin dhe nuk i la të depërtonin. Po mos harrojmë që bashkë me majorancën ishin me gonigalët, ishin ambasadorët Jurikim dhe lloj-lloj qelbësirash që vinë në këtë vend. Lloj-lloj qelbësirash u bën me regjimin, me autokratin dhe goditën zotin Meta. Dhe zoti Meta ju kujtohet çfarë ka thënë në atëre, ka thënë unë nuk do ta lejoj që të kapet presidenca nga mafia ndërkombëtare. Të kapet presidenca nga mafia ndërkombëtare dhe nuk e lejoj zoti Meta të kapet presidenca. Pastaj e kapi, ajo është tjetër gjë. Dhe zotit Meta i hapën lloj-lloj procesesh. Ju e mbani mend që ngritën një komision parlamentar për ta goditur, për ta hequr nga president, sepse ishte bërë, domethënë, ai ishte bariera e fundit, ishte diga e fundit që ata nuk e çan dot. Dhe kjo ishte. Dhe ju kujtohet ato që sa qesharak ishte ai komision, sa gjykata kushtetuese e rrëzoi. Pra, zoti Meta fitoi mbi këtë bandën, që është sot quhet Rilindje. Dhe mbi këtë bandë dhe çfarë mund t'ia falin ata? Ju besohet juve që Alex Soros vinte në Shqipëri atëherë çdo javë, çdo muaj. Mban mend. Dhe zoti Meta ka qenë ai që i ka thënë Alex Sorosit, ti këtu, te ky vend sa ti je mund, ti nuk do ta futesh dot në presidencë. Dhe nuk da marrësh dot. Dhe këto janë pasojat që po vjen zoti Meta. Zoti Meta është në burg sot nga Megonigali, është nga Jurikim. Dhe nga këta nuk ka lidhje fare me korrupsionin mor, sepse shikosh çan do sot. Megonigali, Jurikim dhe Soros. Po janë të gjithë bashk. Megonigali, ka thonë që na Megonigali, Jurikim dhe George Soros. Për këta 3 është zoti Meta sot në burg. Dhe zoti Meta e di është i qetë, sot aty është i qetë Flavio. Sepse zoti Meta e di shumë mirë që mafia ndërkombëtare e ka burgosur. Për këtë nuk ka asnjë lloj dyshimi, më lëri këta janë të vegjël, klapi i prokurorët, janë të vegjël këta për tu marrë me zotin Meta, disa janë kaq, janë të vegjël, nuk ka lidhje fare korrupsioni, sepse këta çan ndodhin. Çdo politikan këta kur duan ta dënojnë, kur duan ta nxjerrin nga politika dhe duan ta godasin ç'a bën, i fusin gjithmonë atë ka korrupsion, sepse populli është i ndjeshëm me korrupsion dhe çfarë bën që në parë, por në fakt motivet shkaqet kryesore janë të tjetër gjë. Edhe i fusin korrupsionin, kështu dënohen të gjithë. Pse ata në Turqi si po dënohet ai kryetari i Bashkisë Stambollit. Gjëja se kishte bërë ato falsifikime, historira, jo korrupsioni, bla bla bla. Edhe vazhdojnë, hapin proces pas proces.